radhë flasim për një defekt të rëndë, i cili është duke u punuar në fillim për normalizim sa më shpejt. Për çfarë defekti bëhet fjalë, sa kohë do të hajë dhe çfarë mund presim? Atëherë, ky është një defekt shumë serioz praktikisht. Jemi në lagjen 1 Maj në zonën transbalkanike, në prezencë të madhe të ujit, duke qenë se është dhe një zonë në teren shumë të vështirë dhe pret ujrat e gjithë qytetit. Jemi në një linjë 500 mm, praktikisht supozoj që kjo të ishte një linjë jo aktive, prej më shumë se disa vitesh, por ajo çfarë vëmë re do të thotë që ka një prezencë madhe uji dhe po përpiqemi të krijojmë një situatë të tillë duke mbyllur një pjesë të segmentit për t'i dhënë mundësi vetes tonë nga krau tjetër, ku është avaria më e madhe dhe më serioze për ta likuiduar si avari dhe për të kthyer normalitet pjesën e segmentit. Nga krau tjetër kërkojmë ndjes qytetarëve dhe gjithë bizneseve të qytetit Lorës për të ndërprerje, por ishte më se detyrueshme. Gjatë mbrëmjes kaluar kemi qenë në detyrë për tërheqjen e ujit, pasi ka pasur një prezencë shumë madhe të ujit dhe na ka detyruar pastaj rreth orës 11 të mbrëmjes për të stakuar gjithë stacionet e qytetit në mënyrë që të eliminojë prezenca e ujit dhe më prapa të vepronin sipas mundësive tona për eliminimin e defektit. Dukshëm që Vlora është me avari në disa pika, kjo vjen për shkak të rrjetit amortizuar dhe kjo është një shembull jo i mirë konkret ndaj futja në eficiencë e projektit të ri për rrjetin shpërndarës të qytetit Vlorës në fillim të vitit tjetër, diku rreth tremujorit të dytë vitit 2026, do t'i japi një frymarrje 3 për sa i përket furnizimit me ujë gjithë qytetarëve. Nëse flasim për një defekt, kur parashikohet që të rikthehemi në normalitet ose do të bëhet një zgjidhje alternative për furnizimin me ujë të qytetit? Ndodhen këto surprizat e pakëndshme dhe të mosdisiplinimit të rrjetit. Ajo që kemi parashikuar është një veprim paraprak për mbylljen e furnizimit me ujë të këtij rrjetit, hapjen ose takimin e stacioneve të pompimit, furnizimin e pjesë lungomare zonës turistike, për t'i dhënë frymarrje më mbrapa pjesës furnizimit të depos qytetit, për të siguruar një furnizim ditën e nesme për gjithë, maksimum ditën e nesme të mëngjesit për gjithë qytetarët e Vlorës. Ndërsa gjatë masditës mendojmë të kemi të stabilizuar le të themi pjesën tash quajtur 24 orashe të qytetit Vlorës.